Ne nuk jemi njerëz që përjetojmë eksperienca shpirtërore. Ne jemi shpirtra që përjetojmë eksperiencën njerëzore. A e ke pyetur ndonjëherë veten nëse hëna e vogël mbi thonjtë e tu mund të jetë një portë drejt vetdijes dhe evolucionit shpirtëror? Ky detaj i vogël, që shpesh kalon pa u vënë re, është një dëshmi e thellë për kompleksitetin e universit dhe për mënyrën se si e tëra reflektohet në pjesët më të vogla të tij. Universi është me natyrë fraktale, secila pjesë përmban strukturën e tërësisë. Lunula ose gjysmëhëna në bazën e gishtit të madh është simbol i njohur në shumë kultura si shenjë e ndriçimit shpirtëror. Fjala lunula vjen nga latinishtja dhe do të thotë hënë e vogël. Por çfarë do të thotë prania e saj? A jeti një shpirt që po zgjohet, apo është një shenjë që po të thërret drejt një udhëtimi të thellë? Në këtë video do të zbulojmë 3 hapa praktik që mund t'i ndjekësh për të aktivizuar fuqinë e lunolës tënde. Shumë pak njerëz kanë qasje në këtë njohuri ezoterike. Nëse arrin ta përvetësosh, mund të transformohesh jo vetëm shpirtërisht, por edhe në botën materiale. Pa humbur kohë, le të zbulojmë misteret e lunolës tënde dhe thesaret e saj të fshehta. Për të kuptuar vërtet rëndësinë e lunolës, duhet të kuptojmë pse hëna është një simbol i fuqishëm shpirtëror. Cikli i saj, lindje, plotësi, errësim, është reflektimi i natyrës ciklike të realitetit. Po kështu, çdo gjë në natyrë ndjek ritme: lindje, jetë, vdekje dhe rilindje. Shpirti mishërohet, jeton, mëson dhe largohet, për t'u rikthyer në një formë tjetër, më e mençur se më parë. Stinët ndjekin njëra tjetrën në harmoni hyjnore. Lulet qelin dhe vyshken, pemët lëshojnë gjethet dhe prap gjallërohen. Këto cikle na mësojnë se gjithçka është në lëvizje, në një vallëzim të përjetshëm. Çdo shpirt ecën në këtë udhëtim për të arritur ndriçimin, duke kaluar nga një jetë në tjetrën për të kuptuar të vërtetën më të lartë. Në bashkë shpirtërore, gjysmëhëna lidhet me urtësinë, intuitën dhe fuqizimin personal. Në yogan Bikram, pozicioni i gjysmëhënës përdoret për të çliruar tensionin dhe për të rikthyer balancën. Gjithashtu, ajo lidhet me çakrën sakrale, burimi i krijimtarisë dhe emocioneve. Kjo çakër përfakson lëvizje, fleksibilitet dhe rrjedhje energjie. Sistemi i çakrave, i përhapur nga traditat hindu dhe budiste, e shikon trupin si një enë energjie. 7 çakrat janë qendra që lejojnë rrjedhën e forcës jetësore. Prana, kur energjia ngjitet nga baza e shtyllës kurrizore drejt kokës, aktivizohet energjia femërore hyjnore, e njohur si kundalini, duke sjellë. Në mjekësinë tradicionale kineze, gjysmëhëna në thonjë shihet si tregues i balancës së energjisë qi. Një lunule e dukshme sinjalizon shëndet të mirë dhe rrjedhje të lirë të energjisë në meridianet e trupit. Mungesa e saj mund të jetë shenjë e bllokimeve ose mungesës së vitalitetit. Kjo është arsyeja pse ajo është konsideruar si ogur i mirë në shumë tradita të lashta. Megjithatë, vetëm prania e lunulës nuk garanton një transformim shpirtëror. Ajo është një thirrje, jo një siguri. Zgjimi vjen përmes vetdijes së thellë dhe lidhjes me qëllimet e shpirtit. Ata që kanë lunula të mëdha, shpesh kanë ndjeshmëri të lartë dhe intuitë të zhvilluar, duke ndjerë gjëra që të tjerët nuk i perceptojnë. Energjia e tyre rezonon në frekuenca më të larta. Ata mund të përjetojnë komunikim telepatik, parashikime ose ndjesi të gjëra që ende s'kan ndodhur. Lunula, në këtë kuptim, është një porte për të komunikuar me energjinë universale, me ndërgjegjen hyjnore. Kur lidhemi me këtë burim,
Jeta fillon të rjedh më lehtë, si një lumë që na çon drejt fatit ton. Sinjale si rastësitë e çuditshme. Kur mendon për dikë dhe ai telefonon, janë sinjale që jemi në rrugën e duhur. Kur ndjek të rjedh dhe dëshiron ndryshim, universi përgjigjet me mundësi që duken të magjishme. Këto janë shenja që besimi yt dhe intuita jote po t'u udhëheqin. Nëse ke një lunule të dukshme dhe tashmë e kupton domethënien e saj, atëherë ky është momenti për ta përdorur si katalizator për transformim. Kjo fillon me njohjen e vetvetes. Kush je ti për te emrit, rolit apo maskave sociale? Reflekto thellë dhe lidhu me veten e vërtet. Autenticiteti fillon kur vepron me ndershmëri dhe ndjeshmëri ndaj vetes. Çdo ditë ndaje pak kohë për heshtje dhe vetvëzhgim. 20 minuta në ditë janë të mjaftueshme për të ndriçuar besimet e fshehura që të kufizojnë. Mendo për jetën tënde. Në cilat fusha ndihesh i bllokuar? A është shëndeti, marrëdhëniet, parat? Identifiko historitë që i ke përsëritur në mendje dhe zëvendësoj ato me afirmime pozitive. Për shembull, jam i bekuar dhe i udhëhequr nga energjia universale. Universi gjithmonë punon në të mirën time. Gjithçka është në paqe brenda meje. Përsëriti çdo ditë. Ato do të zëvendësojnë besimet e vjetra dhe do të formojnë realitet të ri. Përdor fuqinë e imagjinatës, mbyll syt dhe përfytyro veten në një jetë të plotësuar. Ndjeje sikur është reale. Mos harro. Imagjinata është vegël e shenjtë. Shkencëtar, shpirtëror dhe vizionare gjithmonë e kanë përdorur për të ndërtuar realitetin e tyre. Për të ndodhur transformimi, duhet të jesh i pranishëm në momentin tani. E kaluara është kujtim, e ardhmja është iluzion. Vetëm momenti i tashëm ka fuqi reale për ndryshim. Kur qëndron në të tashmen, fillon të shohësh mundësi dhe sinjale që më parë i shpëtonim. Kjo qetësi brenda teje të lejon të përgjigjesh me mençuri, jo të reagosh me frikë. Një mendje e mbushur me bollok është qelsi. Në vend që të ankohesh për atë që mungon, festo atë që ke. Mirënjohja të ngre vibracionin dhe të sjellë më shumë bekime. Megjithse afirmimet dhe vizualizimi janë të fuqishme, pa veprim ato mbeten ide. Nuk bëhet fjalë për të shtyrë me forcë, por për të vepruar në përputhje me qëllimin. Çdo hap, sado i vogël, është një deklaratë ndaj universit. Jam gati të marr. Disa herë rezultatet nuk vijnë me një herë, por rruga është duke u përgatitur. Besimi është thelbësor. Ka momente kur dyshimet dhe frika shfaqen. Kjo është njerëzore. Por në vend që të kapesh pas tyre, lëri të rjedhin dhe vazhdo përpara. Kur jeton me besim dhe ndjek intuitën, çdo ditë bëhet një udhëtim drejt vetë zbulimit dhe ndriçimit. Lunula është vetëm një fillim. Ti je më shumë se një trup. Je një shpirt që zgjohet.